gjë që bëmë për shtypje, është misteri, kemi quajtur misteri i parave dhe i burimit të 6 milion dollarëve, të cilat sipas burimeve të ndryshme mediatike, nuk e di, do ta dekriptojmë në këtë panel nëse është autentike apo jo. Kjo gjë, pra është një kontratë me $250,000 në muaj për 2 vjet në një kompani e cila do të bëj lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj për habilitimin, po themi, të Partisë Demokratike dhe të kryetarit të saj, Sali Berisha. Por nëpërmjet kësaj situate duam të kuptojmë sa janë shanset, kush fiton dhe pse është kaq e rëndësishme që ndoshta përcaktuese për fitoren vullneti apo lopimi në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Publikuar nga media, edhe nga eksponent. Nga media pranë majorancës. Jo, nuk është kështu, është ekspozuar në kolegu Kleden Tomori, i cili njihet më shumë për sensin opozitar të tij sesa për sensin proqeveritar, por është mbi një bazë, mbi një të dhënë publike të hapur, pra nuk është se është një dokument sekret. Pra kontrata e lobimit, për ata që nuk e dinë, lobimi në Amerikë është një gjë e sankcionuar dhe mirë rregulluar në ligj. Është legal, ligjore, po. Është një gjë e ligjshme dhe çdo kontratë lobuese është transparente dhe publikohet. Po, ju nejnit, e mërtoj si të duash, po është i lishëm për sa kohë deklarohet, dhe kjo kontratë është depozituar në një faqe zyrtare të qeverisë amerikane, ku depozitohet çdo kontratë e mundshme. Pra erdhi nga Amerika, ky lajm apo doli nga u botua nga, po them, nga transparenca që bëri vetë Partia Demokratike? Partia Demokratike, përkundër krenarisë, deklaron sot që ne kemi avokatët e Trumpit pranë partisë, në fakt e fsheu këtë kontratë, nuk e deklaroi këtë kontratë deri kur media dhe gazetari Tomori i pari publikoi këtë, sigurisht pastaj mediat proqeveritare i dha më shumë zë dhe pompim, po ishte kolegu Tomori që të publikoi i pari, mirë të dhënë të hapur që edhe kushdo nga ne që kishte klikuar dhe të kërkonte aty do të kishte gjetur se këtë nuk është një gjë që është lehtësisht e fshehshme. Se duhet kjo kontratë? Po, qëllimi besa duket është i qartë edhe nuk është se kemi nevojë të bëjmë kaq shumë fantazi, qëllimi është se si Berisha të heqë një lloj më të madhe diçka. Më fal, në kontratë nuk përmendet kjo. Sigurisht që nuk përmendet. Në kontratë thuhet lobim për Partinë Demokratike, do çështja e Berishas nuk përmendet fare. Po, sepse të thuash që do loboj për të hequr non gratën për termat ligjor amerikan mund të mos jetë e përshtatshme për efektin. Kjo non gratës është interpretim që bëjnë mediat pranë qeverisë. Po, në kontratë nuk ekziston një gjë e tillë. Është lobim për Partinë Demokratike. Le të pyesim njëri tjetrin çfarë problemi ka sot Partia Demokratike. Problemi i vetë Partisë Demokratike sot është lideri vetë non grata. Pra njolla më e madhe që Berisha. Partia Demokratike ka i mi probleme. Problemi nis nga kjo. Pra, çfarë mungon Berishës sot, i themi që nuk kanë dot oqeanin. Kjo kontratë ndoshta mund ta bëj këtë. Vetëm një fjalë për ta mbyllur. Po, nëse Amerika më nëse Amerika që ka bërë Republikë Banane, që ushit ka për $6,000. Vendimet e veta që është korrupsion i ligjshëm, tani më thua që suksesi ose jo. Korrupsioni i ligjshëm nuk thuaj atë gjë të lutem. Fjalia vetë duhet të them, përveç se kjo është kontrata më e shtrenjtë ndonjëherë që ka bërë një parti politike në Shqipëri me Amerikën. Kontrata që dihen. Sigurisht do që dihen. Përveç kësaj rezulton që të jetë më e rëndësishme për mua sa për shifrën është për njerëzit të cilësh është bërë kjo kontratë.